Të nderuar shikues, lidhemi tani me Bashkësinë Islame të Kosovës, ku Mifteu Naim Tërnava do të jap mesazhin tradicional për festën e Kurban Bajramit. Me këtë transmetim të drejtë për drejtë, përfundojmë edhe këtë edicion të lajmeve. Mirupafshim. Bekuar na rikujton madhështinë e besimit, fuqinë e sakrificës dhe vlerat që e mbajnë të fortë familjen, shoqërinë dhe kombin ton. Kurban Bajrami lidhet ngushtë me adhurimin më madhështor të haxhit, me qëndrimin në Arafat. Sot është dita kur miliona besimtar nga mbar bota bashkohen në lutje për ulësi dhe kërkim faljeje para krijuesit në rrafshnaltën e Arafatit. Qëndrimi i cili na mëson barazinë mes njerëzve, pastërtinë e zemrës dhe nevojën për të kthyer gjithmonë tek paqja, drejtësia, mëshira e solidariteti. Zoti Xhalleshanuhu thot: dhe për hir të Allahut vizita e Qabës është obligim për ata që kanë mundësi ta përballojnë rrugën. Kjo festë bart në vete edhe simbolikën e kurbanit, një akt i lartë, bindjeje, sakrifice dhe afërsie me Zotin e Madhrishëm. Kurbani na kujton se njeriu fiton vlerë kur di të ndajë nga vetja për të tjerët, kur ndihmon nevojtarin, kur afron zemrat dhe forcon solidaritetin mes njerëzve. Zoti i Madhrishëm thot: me të vërtet, ne të kemi dhënë ty begati të shumta, andaj falu vetëm për Zotin tënd dhe prej kurban. Të nderuar vëllezër e motra, sot më shumë se kurrë kemi nevojë të ruajmë traditat tona më të mira, të forcojmë familjen si themel të shoqërisë dhe të kultivojmë respektin, dashurinë dhe kujdesin për njëri tjetrin. Bajrami është festë që bashkon gjenerata, hap dyert e zemrës dhe rikthen vlerat e mirësisë, faljes dhe mirëkuptimit. Njeriu si krijesa më e bekuar dhe më nderuar, e pajisur me mendje, ndërgjegje dhe vlera që e dallojnë nga çdo krijesë tjetër, është thirrur në vazhdimsi përmes zbulesës hyjnore të ndërtojë paqe, mirëkuptim, bashkëpunim dhe solidaritet mes njerëzve. Njeriu është krijuar me qëllim që të përhap dashuri, drejtësi dhe mëshirë, e jo urrëtie, përçarje e shkatërrime. Në realitetin politik dhe ekonomik që po kalon vendi ynë, kjo festë na fton të reflektojmë për më shumë përgjegjësi, unitet dhe shpresë. Le të jetë Bajrami një moment afrimi mes njerëzve, te i kalimi ndasive dhe forcim i besimit. Me 7 muaj të ardhshëm, vendi ynë përballet me një moment vendimtar për demokracinë, dinjitetin qytetar dhe të ardhmen e shtetit. Ditën kur zëri i popullit përcakton rrugën që do të ndjekim. Është dita kur vota bëhet forcë, përgjegjësi dhe shpresë për të mbrojtur të ardhmen tonë me guxim, unitet dhe vizion. Andaj, ju bëj thirrje të gjitha forcave politike në vend që fushatën ta zhvillojnë me dinjitet, maturi dhe respekt, larg gjuhës së urrëties dhe përçarjes. Le të garohet me ide, vizion dhe përgjegjësi ndaj dheut, sepse sovrani është qytetari dhe vullneti i tij duhet të respektohet mbi çdo interes politik. Pavarësisht rezultatit, Kosova ka nevojë për unitet, bashkëpunim dhe institucione të forta që i shërbejnë popullit dhe mbrojnë të ardhmen e vendit tonë. I dërguari i fundit për njerëzimin mbar, Muhamedi alayhis salam ka thënë: më i dashuri tek Zoti është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Rujtja e vlerave morale, kultivimi i ndërgjegjes, edukimi shpirtëror, përgjegjësia individuale shoqërore, paqja e brendshme, solidariteti njerëzor, respekti reciprok dhe përkushtimi ndaj së drejtës përbëjnë virtyte themelore që duhet të karakterizojnë besimtarin e devotshëm dhe të drejtë. Megjithatë, me dhimbje të thellë themi se po jetojmë në një botë ku luftrat, konfliktet dhe padrejtësitë vazhdojnë të marrin jetë të pafajshme çdo ditë. Gjaku i fëmijëve, grave, pleqve dhe civilve të pambrojtur po derdhet për interesa politike, ekonomike, gjeostrategjike, duke tronditur rënd ndërgjegjen njerëzore. Në vend të paqes dhe humanizmit, shpesh po mbizotrojnë urrëtia, dhuna dhe interesat që shkelin mbi dinjitetin dhe jetën e njerëzve të pafajshëm. Andaj në këtë natë feste e reflektimi, mesazhi i Bajramit bëhet edhe më i fuqishëm, kur ne zgjedhim paqen para urrëties, dialogun para konfliktit dhe humanizmin para interesave që sjellin shkatërrim. Sakrifica dhe solidariteti që simbolizon kjo festë na ftojnë të mos heshtim përballë padrejtësisë, por të lutemi dhe të angazhohemi për një botë më të drejtë, më njerëzore dhe më të sigurt për të gjithë.
Në këtë natë të Bajramit, ju uroj që në familjet tuaja të mbretëroj paqja, harmonia dhe begatia. Zoti pranoft lutjet, sakrificat dhe veprat tona të mira, ndërsa zemrat tona i mbush me mëshirë, dashuri dhe shpresë. Me fat festa e Kurban Bajramit. Mara më stafës. Kaloni mirë ju edhe për fest.